Inshallahu Ta'ala, tema cilën do të trajtojmë sot do t'jetë një temë e cila shpesh herë ndodhit rreth kësaj çka do të flasim sot, opinionet e muslimanëve edhe të njerëzve përgjithësi i dajnë ndysh. Në mesin e tyre për krahas të zjarrt në emër të besimit edhe të islamit, në anën tjetër kundërshtar në emër e modernitetit edhe tolerancës. Dy pole të kundërta që asnjëna nuk kanë të bëjnë me realitetin e vërtet të islamit. Ju jeni dëshmitar të vërshimit lajmeve të ndryshme të fillu prej ngjarjeve që në botë sot po ndodhin vazhdimisht, ku protagonistët kryesor të ngjarjeve që ndodhin janë implikum ose ashtu quajtur ekstremist musliman, ekstremist krishter, ekstremist të besimi ose të besniknie, të cilët në emrin e saj veprojnë e në realitet asnjëna prej tyre nuk ka bazë në atë së shkatire. Rasti më i fundit ose më i freskët, një njeri me një emër të muslimanëve, gjoja se me një identitet edhe për një farë zjarëmije të mbrëmshme që e ka si musliman, e bën një krim makabër në shtëpinë e mikpritësit të tij. Ai tjetri para disa kohëve në emrin e mbrojtjes shtëpisë tij i vret edhe njerëz të vet, edhe ata që shoqënohen me njerëz të vet për shkak të lëshimit që e kanë bërë karshi atyre që i kanë pritë dhe i kanë strehuar shtëpitë e veta. Shiqani sa larg kjo pozicione. Nëse janë krishterë edhe nisemi prej traditës Isaut alayhi salatu wassalam. A ka qenë Isau alayhi salatu wassalam ai i cili ka thirrë në brutalitet, ai i cili ka thirrë me shkelë dhe me cendu nerin edhe me dirë gjakun e tjetrit? Në asnjë mënyrë. Bile prej atyre profesive më të shumta të përfolura te krishterët, sidomos të sektet që thirrën krishterizëm kohë të fundit, është se Isau alayhis salam sa ka qenë tolerant, sa që dhunusin, në qoftë se të karashut larg një faqe me akthyer dhe tjetrën edhe mos me kundërshtu. Vetëm me knash epshin e dhunusit, në kuptimin e fjalës zullumçarit mos më përgjigj me zullum. E jo më uquni pjestar i cili thirret në traditën e Isaut alayhi salatu wassalam me bë krime makabre të cilat nuk i njeh historia. Lëngën asaj. Ngritet ai tjetri për dhimbjen gjoja, ose për trimnin, ose për mos pamundësi që deme këtë tjerët s'po bojnë për muslimën, ai qohat edhe merë ligjin, edhe merë Kur'anin si mas mënyrës vet, edhe dhunon atë që nësë një mënyrë nuk e lejon islami. I shkelën ata kufit të cilët nuk i pranon islami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ne jemi muslimanë edhe Kur'anin e kemi dritën me cilën duhet me ecë me të. Rruga dhe binari cilën e ka shtruar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam është Kur'ani dhe Suneti. E Kur'ani edhe Suneti ne ndalojnë gjonat e tilla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kur ka qenë në kulmin e fuqisë shtetit islam, edhe sahabët e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifet e tij çish kanë vepruar? E ka marrë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin, edhe e ka bë komandant një ushtrie, edhe ka urdhëruar me shku me u ofru islamin dhe me i shliru vendet për rreth. Çfarë porosie i ka thonë? Ka thonë alejke. E fjala alejke, kur i betohesh dikuj dhe kërkohet në gjuhën arabe, do thotë mirë për ty, ka me të ranë gjunohë i dynjes mi kok, në qofë se bën këtë veprim. Ka thonë mirë për ty, në qofë se lejon ti edhe ushtarët e tu me vra pleq, me vra fmi, me vra gra, me vra robë të pambrojtë të cilët i kanë, edhe kanë qenë front, po kanë dërzua armen, me hi edhe me i djekë të kornat edhe me i prej malet.
me shkatru bim, me shkatru pend, me shkatru shimin e njerëzve, qofshin edhe që në vend të armikut, mos me shkatru shtëpit i badetit, çfarë do qofshin ato, edhe mos me i vra kujdestarët e dyne përveç nëse ata ta drejtojnë armën, edhe të rrezikojnë me të vrarë. Kallëzoni vllazën nderuar qofse që ky islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam po na urdhon çështu, me çfarë të drejtë shkojnë në shtëpi musafir, në shtëpinë e tjetrit edhe i bëjnë tani çdo krime. Ti kur shkon në shtëpinë e tjetrit, troket nder. Një herë, dy herë, tri herë, të shelet dera dhe i thu, a ka izën edhe a ka bujrum, dashamirit. Kërkon leje me hi. Kur kërkon leje, i ka thonë unë jam ardhë me hynë shpitone me regullat tua. Edhe i ta qenë derën e të thotë bujron, ta ka thonë edhe venin ku ki me ullë. Aso është ta detë kështu apo jo? Me i thonë musafirit, bujron, ullë, kjo është venin musafirit në shpinë teme. Ti ose me ullë afer ose përbal, edhe me i bëllu abet sa të mundesh. Krejt muslimantë, qofshin shqiptarë, qofshin bosnjakë, qofshin arab, qofshin afrikanë, çfarë do t'jonë kur kanë dalë në Evropë, kanë cokat në derë. Kanë shku ambasadë, 101.000 letra i kanë nënshkru për me i liu me hi. Me çfarë të drejte me dhunu shpinë e mikpritësit, musafiri. Se lejon islami, nuk e lejon islami, sepse ti e ke dhonë besën, e besa në islam ka vlerë. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kur e ka rrethu Mekën, e ka qenë lajmtarin edhe i ka thonë, nuk ka dash me bo zullum popullin e vet. Ka thonë, thuj o lajmtar, kush hin shtëpit vet, është i falur. Kush hin çado është i falur. Kush hin shtëpinë e Abu Sufjanit është i falur. Ka në strehon muslimani është i falur. 6 veta s'kanë mëri me hi kërkun, se s'kanë mëri me shku shpijat e veta prej frikës, kanë hynë shpin e vajzës tagjës Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, të Ummi Hani. Kur kanë hynë aty, do sahabe, pak më entuziast, më të nëzet prej zhakut, hyjëm me i vra. Ka dal motra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, që ka qenë vajzë e Haxhës. Edhe i ka thonë, unë e kom thonë besën, i kom shti shpi me besë. Në lullë një herë, që në këtë punë? Kër ka mri lajmi të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, me ka thonë, kad e gjërna, men e gjërtia Ummi Hani. Ne i kemë thonë, besë, ku i ke thonë, ti besë, oj nona e Hanit. Dhe me thonë qosë, se një gru të muslimant, e jep besën, të gjithë muslimant janë të obligu me ju përbaj. E jo me shku me thuj besën, që ta ka dhona i tjetër që s'ka obligim. Derën cilën e ke cokat me 1000 herë, vetë që nëse po du me hi, e me hi e me dhunu shtëpin e tjetërit. Shtëpin e mikpritësit. Dikush mund të thëtë, pe atyre entuziasme, po është e feri, për a bojë zullon, që në shka po bojnë, që në dynjet shka po bojnë. Entuziasmi edhe dhinta nuk duhet me të shumë pa drejtësi. Në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, kur kanë ardhur sahabët në Medinë, janë vllaznur me zveti. Jo si vllaznit sot vrahen e shahen, të në zezat bohen, e derdhin gjakun e njëri tjetrit. Vllazit kohën e Resulullahit, a di çka kanë bërë? E ka marrë, ka thënë Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, se ka pa kur numër të vet. Për herë parë peshen, i ka thonë që ky është vllau yt. E ka marrë për dore atë vllaun, edhe e ka qunë armë, kopës i ka thonë qyre, që kjo është kopës me hurma, që to janë më të mira, më të pleshme, i bojnë hurmet më të mira dhe bojnë më shumë janë tua, që to janë të mirë, se unë ja u di hujnë këtyne, edhe të se janë të liga i punoj më mirë. O shku tjetri, ka thonë unë i kom 2 soba, zgerët cila po të pelqen, është e jotja. O shkua i tjetri, e ka pa i rria i vlau, e ka muhajgjer i shkret pa pare, ka shku qas nërë, ka thonë unë i kom 2 gra. Ka lëzëm cila po të pelqen, unë e kom u da për i saj e mu martuti. Mos meneti pa pasashtë dhe pa gru. Që së farë vlasnishim kone të?
Jo si në sot. Mirë po kur kanë ardhur në Medinë, me ke litë s'kanë ditë me I punu hurmet. Nuk kanë ditë, se kanë ditë hujnë hurmeve. Jahudit janë konë mjeshtër me I punu. Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam I ka thirrë edhe morë vesh me ta. Ka thonë pe I punojmë për gjyst. A I ka thonë me qësim populli, me përshindje. Do këtë fjallë popullori ka thonë me dhonë token me qësim. Po më duke qashtu I ka thonë, nëse s'ka bëjë. Si të qoftë, me punu njoni, token e tjetët, e frytin me nda me përqindje ose me marveshe. Kur ka ardhë koha me da bërëshetin, pejgamberi sa po dash me qu ekspertin, cili mërvesh, mos me mashtru jahudit, e ka qu Hudhejfe bin Yamama. Hudhejfe bin Yamama është njeri shumë besnik e Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. I ka ditë emnat e këtë munafikve në Medinë, se ka kalzu pejgamberi sa ka vdek, edhe se ka përmena si emne. Pse I ka thonë pejgamberi s'guxon me kalzu, e ki emanet. Qa që konë I besnik. Kur ka shku aty, si kur ditë të sotme. Hate se kemë shku në drejtorat për urbanizëm. Hate se kemë shku tash për bujësi, atje drejtorat për bujësi. Njerëzit një kush nevoje, kush pa nevoje, me mashtru e me rejt. Ai që ma I forti që I ka rishvetin matë madhë, hajde mja që rishvetin drejtorit e me andreni pari me marë subvencionet. Për kafsha, për ara, për qka, për dio, nuk e di sa kësi shka e, po, di shka e pjellë ndohë. Edhe ata I kanë da të hurme të mira, ma të mirat, edhe kur janë ushë me bollaf, ja kanë super skej. Ka thonë e këto që ka janë, ka thonë kjo është dhërata jote. E pse? Ka thonë që kur dahem u morë vesh ma kolaj. A e ka po që është rishvet? Edhe pe I dhnimi, o qunë kome dhe ka bërtit, vallahi, o betun Allahi, inni alemu ennekum auladu qiradat dhe o el-khanazir. Walakin la jahmiluni dhalika në audhullimekum. Ko thonë unë e di që ju, Allahi më ka qujtë bit e dera dhe të majmunave, për shka të veprave t'juja. Mirë po këtë dhimi jemi, nuk më shtin me ju po zullum juve. Unë apet ko me da me drejtësia, dhe pëse më jëdhushë me ju. Prandaj vllazë dhe ru, I dhimi, pasiguria, dëshprimi, dhimja, zgucon me të shumë gjykimet pa drejta. Qoftë edhe në karshime atë pa besimtari. Me majtë drejtësi, po thotë Allah I Zelleshanu, walau ala anfusikum, edhe në qoftë mi vetë vetën e juj. Wa adilu aqrabu lit taqwa. Mani drejtësi s'është më afër të takvallakut. Më afër me qeni devotshëm. Jo me uqua me kap hunin krah dhe me konteshesh me luftu dhe me bo zullum. Sepse edhe lufta, edhe zullumi, edhe vlerat e kanë kufinin, edhe kanë binarin, edhe kanë vendin. Përndaj vllazër dhe ru, nuk duhet me në kap entuziazmi të bru, po duhet me këshirë se në drejtësia në cilën mohën është. Në qoftë se jemi në Kosovë, drejtësia ka tjetër emër dhe tjetër kuptim. Në qoftë se jemi vendali, drejtësia ka tjetër kuptim, se je mikpritës, një koqin. Në qoftë se jemi musafir, drejtësia ka tjetër emër dhe tjetër kuptim. Në qoftë se jemi muslimani, drejtësia ka tjetër emër dhe tjetër kuptim. Në qoftë se jemi jo muslimani, ka tjetër emër dhe tjetër kuptim. Në qoftë se jemi në pashe, ka tjera arsye edhe kuptime që prishet besa. Në qoftë se jemi në luft, ka tjera arsye që duhet të luftojmë edhe të ndalet luft edhe të bojmë pashe. Po jo me nëzit, kësi gjanës, me nëzit I dhim, me nëzit pasigurit e njerëzit, me u frigut të tjerë vetëm se ki emrin Muhammed, ose Ahmed, ose Mehmet, ose Saad, ose Hudhejfe. Me ju frigu këti emrin. Islami është fe e paqes. Islami është Islami Lazë, mi ju dorëzu regullat të Allahit. E kur I dorëzohet regullat të Allahit, është me zhvesh zemrën prej gjykimit pa drejt. Me zhvesh zemrën prej hidhimit pa dhenë. Kur të kapi dhimje dhe dhimja, me I shtin pun mjetët që ti ka bo nasib Allahi, e a ka kush që mundet me nërë duar, e sinqerë, e cila po garanton Allahi si në bohet kabul, në qofë sa është në rukën e ti edhe porosit Resulullah sallallahu alaihi wasallam.
Prandaj thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, duaul akh li akhihi fi dhahri al-ghaibi mustajabe. Duaja vëllau për vëllaun kur se detyron kërkush, kur nuk e shef kërkush, kur nuk e obligon kërkush, kur mes tyre nuk qëndron as në interesit dynjes, veç interesit qenit vëllezër për hatër të Zotit, i përgjigjet Allahit. Sa prej nesh ngritemi me falë namaz natën dhe me bo dua që Allahi me udhëzu këtë popull dhe këtë qeveri. Sa prej nesh qohemi me u lut edhe me bo dua që Allahi me në mbrojt prej dorës zullumqare të hajnave. Sa për ilustrim, sepse mungon duaja, po mungon lutja sinqert, po ndikon mos sinceriteti jonë dhe mos vetdia jonë në që me qenë me ndihmu dhe me qenë me njani tjetëri. Një informacion shumë i trishtushe. 50% të krimeve që i bohan, e që s'ka arsye mu bo krime heq, po me gjitha ato ndodhin, sepse jemi njerëz, edhe njerëzit e kanë anën e inson lakut, edhe anën shtazarak, e cila vjen shprehe shpesh herë. 50% e krimeve të vitit në 2011 janë hajni. Cili prej nesh e ka thonë zeqatin që ka borç edhe me ja plotësu një nevoj ose me ja nal një problem i vllau tonë? Cili prej nesh e ka pas arën të pa kontestueshme që s'mundet me ta zhvesh kërkush në dynjë, edhe nëse ta pusin guhen, nuk mundet me zhvesh me asaj arën me duaja, e ka bo që Allahi me drejtu edhe me kurzu këti met. Ose s'po du me thonë të gjithë, por shumë pak prej nesh. Përndaj vllazër në rrugë, ndalojeni një vetën, edhe familjet e juja, edhe shoqërinë e juj, edhe njerëzit që ju keni peshtë e ta, me u marrë me që kohën me vlerësime se a ka bo mirë apo s'ka bo mirë. Ne e dim se s'ka bo mirë, sepse nuk është në përputhje me parimet tona. Mos e çoni kohën të u marrë me ato, po shfrytëzojeni kohën edhe përdorini armën më efikase, prej cilit nuk mundet me zhvesh as një amik, as një zullumçar, që është duaja që me bërë dua që Allahu t'i ndihmon të gjitha ata njerëzit cilët po vujnë kthetet e zullumçarëve. Me i drejtua dhe me ozu të gjitha ata njerëzit, djemë e vajze e familjarë cilët e kanë marrë rrugën e shtremë, cilët për shkaktojnë dhimbje edhe vetit, edhe shoqënisë, e mas shumë të atyre prindve cilët me vujtje i kanë rritë, e me vujtje i kanë kalua dhe i kanë mbrojt për janë mikut me i bo bura, me i bo gra, e ta me o plasë zemrën sot në kohën kur duhet me i gëzu edhe me o dhonë kënaqësinë e të qenunit prind dhe vapsin cilët kanë dhonë kontribut edhe kanë dhonë fryt, edhe kanë dhonë pasarës den për këtë vata. E lusim Allahin e madrishën gjellë shanë o gjellë gjallu, që të nabon për atyre cilët vazhdimisht e kërkojnë të drejten, e kërkojnë të vërtetën, i jemi të drejt edhe flasim të vërtetën, njërë që të dalim faqebartë për Allahot atë ditë ku nuk do të ketë llogaritjeta, por veç llogaria cilë do të na bën Rabbul Alamin. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanbin astaghfiruhu innahu huwa at-tawwabur rahim. Allah. الحمد لله أوله وآخره والصلاة والسلام على نبيه الذي لا نبي بعده. فالنذرون الله ما ادريش جل شانه وجل جلاله ashtu se falenderoj Ademi alayhi salatu wassalam herën e parë, e inshallah taala do ta kemi nasibë muyesser që duaja jon e fundit lyhet e xhenetit tjetër, alhamdulillahi rabbil alamin. Vazhderum shpesh herë njeriu është i prim me i bo pyetje tjetrit edhe vetvetes. Çfarë po ndodh me neve? Po shumicën e rasteve çfarë po ndodh me njerëzit? Asnjëherë nuk e bën pyetjen adekuate që duhet me e bo vetvetes. Çfarë po ndodh me mua? Kërkojeni këtë përgjigje në vetveten e juaj. Sepse Sulejmani alayhi salatu wassalam mbret edhe pejgamber.
i cili e ka lut Allahin që Allahi me nderu dhe me gradu me pasuri dhe fuqi që se ka pas kërkush para ti dhe zot a ketë kërkush mas një dhe në ditë kiametit. Ai nuk e ka lyp pengesën edhe mungesën të tjetri, po e ka lyp të vetvetja, sepse e ka ditë se në qofë se e gjenë mungesën e vetvetës e përmison vetvetën, ka me ditë me i përmisua dhe me i regulua ta që i ka në vete. Prandaj kërkojni problemin të vetvetja, mos e kërkoni të tjetri. Sepse Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thotit ai i cili i shef njerëzit me sy dëshpërimit, wa qala halaka an-nas huwa ahlakum. I sen njerëzit me sy dëshpërimit edhe thot njerëzit janë çu pesh, janë shkatëruar, janë dalë dinit, çu që kanë bë adet, leti kthehet vetit sepse ajo është në mesin aty që mas keqja është. Gjendja ti është me keqja. Nëse ti i shef njerëzit këtë keqe vetë nuk po e shef. Prandaj vëllezër nderuar, bëni një llogarit vogël vetvetes. Shishojeni dhe lypni problemin të vetvetja. Shërojeni smunjen e zemrës tone, ajo ka me dhënë rezultatin edhe në mesin atyre që ke për rreth, sepse Allahu i Madhëshëm Xheleshanu kështu e ka gatu këtë rend, edhe kështu e ka bot bereqetshëm këtë dinë, vetëm këtë mënyrë. Sepse Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë më i bukuri me pa në fytyrë, edhe pse ka qenë bukuri prej bukurive të dynjas së insanëve. S'ka qenë më i fuqishmi, nuk ka qenë më i ndërtuar fizikisht më i gjatë në mesin e sahabëve. Mirë po ka qenë shembulli më i mirë i njerëzisë të cilin ju kanë lidhë mbrapa edhe vazhdojnë me miliona e miliarda njerëz edhe do të rritet ky numër deri në ditë kiametit. Prandaj bëhuni tillë që të jeni shembulli më i mirë njerëzisë me të cilin keni më dhënë bereqet vetvetes, familjes juaj edhe vatanit në cilin jetoni. Allahumma izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin. Allahumma ansurna man nasara ad-din. Elusim Allahin e Madhëshëm Xheleshanu Xhelle Xhelalu që ta ndihmoj islamin dhe muslimanët. Të ndihmoj ata muslimanë që e ndihmon e përkrahen nuk e harron asnjëherë njëri tjetrin. Elusim Allahin e Madhëshëm Xheleshanu që të shëroj smunat tanë, të mëshiroj të vdekurit tanë, të liroj burgosurit tanë, të gëzoj ose spaku të i pajtoj zemrat të gjitha atyre që në ankth po presin lajme për ma dashin dhe tyne. Elusim Allahin e Madhëshëm Xheleshanu që të na bëj për atyre që kur flasim vërtetën, kur gjykojmë me drejten, e me këto dy cilësit naltën, dalim faqe bardhë para Allahit Madhëshëm Xheleshanu Xhelle Xhelalu. Wa sallu ala nabiyikum kama amarakum